Bismillahirrahmanirrahim. E filloj me emrin e Allahut Madhreshëm, e përshëndesim i qojmë shumë selam dhe të falja Muhamedit a.s. Çka nëse thëmë se Zoti nuk ka nevojë për agjerimin tënd, madje s'ka nevojë as për namazin tënd, as për asnjë adhurim që ti e kryen. Jo sepse adhurimi nuk është i rëndësishëm, por sepse Zoti kur nuk ka qenë në nevojë për të. Ibn Arabiu në veprën e tij Futuhat el-Mekije thekson se Zoti është i vetëmjaftueshëm ndaj botëve dhe se adhurimi nuk e ndryshon Zotin, por e zbulon njeriu para vetes tij. Kjo është një farforme filozofia e adhurimit. Ndërsa Rumiu thotë, ti nuk je duke kërkuar Zotin, është Zoti që ta shfaq veten e tij. Që do të thotë se adhurimi nuk ka qenë kur për ta kënaqur Zotin, por për ta heqë perden që të pengon ta shohësh Zotin. E fillova me këtë hyrje, si me thonë, në një formë provokative, sepse që sa kohë po provoj me fol për agjerimin në nivel tjetër. Nuk do të flas për agjerimin thjesht si ndalim nga ushqimi, por si një mjet për ta zbuluar të vërtetën që ka qenë brenda nesh gjatë gjithë kohës, dhe për ta kuptuar se pse Zoti nuk e do adhurimin ton, por në realitet na do neve vetë. Nëse Zoti nuk ka nevojë për adhurimin ton, pyetja shtrohet, pse na urdhëroi, pse na kërkoi? Kur njeriu e kupton pra se Zoti është i panevojshëm ndaj adhurimit të tij, lind pyetja e thellë, pse atëherë i lumi Zot na urdhëroi? Sepse adhurimi nuk është mjet për ta ndryshuar Zotin, por për ta ndryshuar njeriu. Zoti nuk afrohet as nuk largohet. Ai nuk ndikohet nga shtimi apo paksimi i adhurimit. Ajo që ndryshon në realitet edhe që kërkohet të ndryshojë në realitet është vetdia e njeriu. Në jetën e përditshme, njeriu shpeshherë është i zhytur në mendime, në shqetësime, në synime e imazhe që i ka për veten e tij. Dhe gradualisht fillon ta shoh veten përmes asaj që zotron, ose asaj që bën, që vepron, dhe figurës që ka ndërtuar për veten e vet. Adhurimi bëhet një moment ndalese, namazi ndalon lëvizjen, agjerimi ndalon varësinë e vazhdueshme ndaj kënaqësive, dhe ky lloj ndalimi krijon një farë lloj pauze, krijon një farë lloj zbrastie. E në këtë pauzë njeriu fillon të ndryshojë vetdijen e tij. Dhe me këtë rast, kur njeriu e ngrit vetdijen, e sheh se nuk është vetëm trup me nevoja apo mendime që lëvizin, por ka një pranim më të thellë brenda tij. Adhurimi i vërtet nuk është vetëm veprim, por është gjendje. Në fillim, adhurimet duken si veprim që ka fillim dhe fund. Falesh, pastaj e mbaron. Agjeron, pastaj e qeli iftarin. Por kjo është vetëm niveli i parë i adhurimit. Duke u thelluar, njeriu e kupton se adhurimi nuk është vetëm lëvizje trupore, por është gjendje vetdije. Nuk është thjesht diçka që e bën, por është diçka në të cilën ti hyn në të. Ibn Arabiu shpjegon se forma e jashtme e adhurimit mund të ekzistojë, edhe në fakt duhet të ekzistojë patjetër, por e vërteta e tij shfaqet vetëm atëherë kur zemra është e pranishme. Namazi nuk është vetëm lëvizje, është gjendje pranie. Agjerimi nuk është vetëm ndalim, është gjendje ndërgjegjësimi. E Rumiu thoshte, kur ti zhdukesh, e vërteta shfaqet. Adhurimi i vërtet e dobëson egon dhe e zgjon njeriu nga iluzioni i ndarjes. Miliona njerëz në përgjithë botën, për i gjitha feve agjerojnë, por jo të gjithë dalin me njëjtin rezultat. Dallimi ku qëndron?
Dallimi qëndron te agjerimi si formë apo agjerimi si vetdije. Mund të ndodhë që trupi yt të agjeroj, por jo dhe vetdia jote. Mund të ndalesh nga ushqimi, por të mbetesh i lidhur pas mendimeve, imazheve për veten dhe identitetit të zakonshëm ditor. Po pra, ti ke realizu formën e adhurimit, atë si që thimi gëzhojen. Por mos harro, kuptimi i adhurimit realizohet vetëm atëherë kur ti arrin me hy në thelbin e tij. Si shprehet Rumiu, agjerimi nuk është të ndalosh trupin, por të shohësh çfarë të mban të lidhur, cilat janë gjanat që të majnë të varur. Agjerimi zbulon se dëshira nuk je ti. Ti je ti e dëshira është diçka tjetër. Në jetën e zakonshme, ne zakonisht reagojmë me njëherë ndaj urisë, reagojmë ndaj dëshirës, reagojmë ndaj shqetësimeve. Dhe me kalimin e kohës fillojmë të besojmë se këto reagime që i krijojmë ne, kjo është natyra jonë. Por gjatë agjerimit ndodh diçka tjetër. Cikli ndërpritet, ndjen uri por nuk ha, ndjen dëshirë por nuk i përgjigjesh me njëherë dëshirës. Dhe për herë të parë e sheh dëshiren pa ndjekur. E krijon një farë distancë mes teje dhe dëshirës. Dhe këtu lidh një zbulim shumë i rëndësishëm. Dëshira shfaqet brenda teje, por ajo nuk je ti. Ti je vetdia që e sheh atë. Shumë gjëra në jetën tonë duken të domosdoshme, si ushqimi, rutina, gjërat që na japin ndjesi sigurie, dhe me kalimin e kohës krijohet një lidhje e padukshme varësie me to. Kur agjeron, kjo lidhje ndërpritet përkohësisht dhe ti zbulon se mund të ekzistojsh pa to. Nuk shembesh, nuk zhdukesh, edhe nëse nuk i realizon do dëshira. Ibn Arabiu thoshte se njeriu kur e njeh të vërtetën e tij, e kupton se nuk është i varur nga ajo që ishte ose nga ajo që vjen jashtë tij, sepse thelbi i tij ishte më i gjerë se sa çdo gjë që ndryshon atë, ose më i fortë se sa çdo gjë që mund ta ndryshojë atë. A është e vërtetë se Zoti është larg dhe duhet ta kërkojmë atë? Shpesh njeriu mendon se Zoti është larg sepse nuk e ndjen afërsinë e tij. Por në Ramazan shumë njerëz e ndjejnë një afërsi të papritur, të papërshkruar madje. A ndryshon Zoti në këtë muaj? Apo ndryshon vëmendja jonë? Jo, Zoti nuk ndryshon. Ndryshon vëmendja jonë ndaj Zotit. Agjerimi ul zhurmën e jashtme, e qetëson ritmin, e dobëson shpërqendrimin dhe me këtë qetësi njeriu fillon të shoh atë që gjithmonë e kishte pranë, por që nuk e ka pa. Siç thot Rumiu, ti e kërkoje kudo, ndërsa ai po të shihte nga brenda teje. Distanca nuk ishte në ekzistencë, por ishte në perceptim. Ti mendojshe që është larg, por në realitet ajo distancë nuk ishte reale. Kur mbaron Ramazani, rikthehen zakonet, rikthehet ritmi i përditshmërisë. Por nëse ke agjëruar me vetdije, bënu i bindur se diçka ka ndryshuar në mënyrën se si e sheh jetën. Nëse ke agjëruar me vetdije, ti e di tashmë se mund të ndalesh para se të reagosh, se mund të shohësh para se të zgjedhësh, se nuk je i detyruar të realizosh çdo dëshirë, veçanërisht kur janë dëshirat kota. Rumiu shprehet, ai që zgjohet një herë nuk fle më si më parë. Agjërimi nuk ishte thjesht ndalim nga ushqimi. Qëllimi nuk ishte uria e trupit, por ishte zgjimi dhe rizgjimi vetdijes. Në këtë rast, ai që ka agjëruar me vetdije, ka arritë të zbulojë se nuk është vetëm trup,
as nuk është vetëm mendime, as nuk është vetëm një personalitet që ka ndërtuar. Ti je vetëdia që i shet gjitha këtu. Zoti nuk kishte nevojë për agjerimin tënd, por ti kishe nevojë për të, për ta parë veten, për ta parë të vërtetën dhe për ta kuptuar se ajo që kërkoje nuk ka qenë kur larg teje, vetëm ti e ke menduar që ishte larg teje. Zoti na ndihmoft që agjerimin me ngrit në një stad krejt tjetër nga ajo që jemi mësuar. Faleminderit shumë, selam aleikum.